Një ditë pas qirave të rëmbyrshëm, situata në qarkun e Durrësit vijon problematike me lumin e rëzen që ka dalë nga shtrati dhe rrezikon zonën e Katundit të ri. Në total, që prej nisjes të përmbytjeve janë afro 1000 shtëpi në ujë. Deri më tani tek konvalescenca janë strehuar 350 banor, ndërsa evakuimet vazhdojnë. Prefektura bën të ditur se në terrenin janë angazhuar 15 grupe pune për evidentimin e dëmeve, ndërsa 100 forcat e emergjencave civile, zjarr fikset dhe efektiv të policisë po punojnë për tërheqjen e ujrave. Në pjesën më të madhe të vendit vijojnë rreshtet e shiut, ndërsa në zonat malore ka nisur rreshtet e dëborës. Kritike paraqitet situata pranurës së Mifolit në Vlorë, ku lumi Vjosa ka kaluar mbi 9 metra mbi nivelin e detit, duke përmbytur rreth 300 hektar tokë nën ujë. Janë 41 banesa në të dy anët e lumit, në Lushnjë dhe Divjak, 280 hektar tokë janë në ujë pas daljes nga shtrati të lumit Seman. Kërcënon edhe Shkumbini, Ministri i Mbrojtjes Pirovëngu thret mbledhjen e emergjencave në Vlorë. Në Shkodër, pranë verit vendit, bie niveli i ujit të Drinit, por rritet në lumin Buna. Në Bot nuk kalohet me mjete të vogla. Rreshje dëbore kanë nisur edhe në Llogara, në Kukës, në Bog Theth, në Hanin e Hotit, në Vermosh dhe në rrugën e Kombit. Pas rreshjeve të shiut që kanë shkaktuar dëme në Pogradec dhe Korçë, gjithë qarku është përfshirë nga rreshjet e dëborës. Intensive bie dëbora në Dardhë, Voskopoj, Ersek dhe Qaftan. Gjatë natës është punuar për mbajtjen hapur të rrugëve. Vijon tjetër i mbyllur aksi rrugor Çukës Qafploç, ku rrëshqitja e dherave ka bllokuar qarkullimin prej mbrëmjes së djeshme. Probleme me bllokim të rrugëve nga dherat edhe në disa zona të tjera rurale të rajonit të juglindjes së vendit. Pas zjarreve të verës, vendi po përballet me dëme të mëdha nga përmbytjet në këtë fillim viti. Gati 10.5 miliard lekë janë në dispozicion të institucioneve dhe të bashkive për të përballuar fatkeqësitë natyrore si dhe për investimin në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit. Fondet më të mëdha shkojnë për strukturën e emergjencave civile prej 5.7 miliard lekësh. Të rinjtë e opozitës refuzojnë ftesën e kreut të PD-s Sali Berisha për t'u bashkuar takimit për koordinimin e faktorëve politikë dhe shoqërisë civile që ka thirrur të premten. Arlind Qori thotë se nuk do ta përlyejë veten me sistemin e vjetër, ndërsa për Adriatik Lapajin nuk ka kohë për tryeza, por për që në shesh Berishën e ka refuzuar edhe Agron Shehaj, drejtuesi i Partisë Mundësia.